محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, mirënjohjet dhe adhurimet tona i takojnë Allahut të madhnuar. Atë falenderojmë dhe ati jemi mirënjohës për çdo begati që na adhuron jetën e kësaj bote. Gjithashtu e lutim të madhin Zot që të na ruan nga çdo e keqe, pavarësisht burimin e saj, pavarësisht madhësinë e saj dhe ndikimin e saj. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar e krijoi njeriu dhe së bashku me te e rrethoi me begati të shumta dhe të ndryshme. E ngarkoj me detyra të ndryshme dhe obligime që i ka jetën e kësaj bote. Por duke pas parasysh se njeriu është një krijesë e dobët, ka nevojë gjithmonë për përkrahje dhe bashkëpunim, i madhruari Zot obligoi që krijesat e tij në jetën e kësaj bote, përballë obligimeve dhe përballë sfidave dhe fatkeqësive, të bashkëpunojnë ashtu sikur është më së miri. Andaj bashkëpunimi mes njerëzve është një vlerë islame që padyshim ne si musliman duhet ta kultivojmë në kulmin e saj. Në qoftë se e shikojmë jetën tonë dhe përditshmërinë tonë, do të vrejmë se kjo vlerë jo që është zbehur, po fatkeqësisht edhe në shumë fusha të jetës tonë mungon në masë të madhe. Nuk gjejmë një bashkëpunim familjar si duhet. Nuk gjejmë një bashkëpunim fëqinësor si duhet, dhe në gjithashtu nuk gjejmë një bashkëpunim shoqëror si duhet, që së bashku t'ja dalim jetën e kësaj bote. Në qoftë se dëshirojmë të shohim se çfarë rëndësie Islami jep bashkëpunimit të ndëruar vëllezër mes njerëzve, mjafton që vetëm t'i referohemi disa ajeteve dhe fakteve kuranore për të kuptuar drejt se në cilin nivel e ngrit Islami vlerën e bashkëpunimit. Në më tepër se 80 vende në Kur'an, 80 herë në Kur'an, Allahu i madhnuar na drejtohet me shprehjet: o ju që keni besuar. Të gjitha obligimet, madje shumica e dispozitave, janë bërë në thirrjen në shumës, që së bashku si kolektivitet të bashkëpunojmë në ndërtimin dhe në vullosjen dhe në rënjosjen e punëve të mira, dhe në anën tjetër së bashku ti që rënjosim dukuritë negative. Dhe kjo nuk është vetëm në rrafshin e besimtarve, ku Allahu xhallahu ala sikur që e ceka në më shumë se 80 vende në Kur'an na thret që së bashku, o ju që keni besuar, bashk, o ju besimtar, bashk, o ju që keni dëshmuar se Allahu është Zoti juaj, së bashku në shumës Allahu na drejtohet. Por edhe gjithashtu në rrafshin njerëzor, a dini të nderuar vëllezër se në më tepër se 20 vende në Kur'an, kjo nuk është e pakët, kjo nuk është e vogël. Në më tepër se 20 thirrje në Kur'an, Allahu na drejtohet në emër të njerëzimit, pa dallim feje, pa dallim kombi dhe gjuhë dhe race, që të gjithë së bashku të bashkëpunojmë për atë që Zoti xhallahu ala na ngarkoi me detyrat si njerëz të privilegjuar në jetën e kësaj bote. Andaj në më tepër se 20 thirrje në Kur'an, Allahu thot:
ja ejuhen nas, o ju njerëz, o ju krijesa të Allahut, e kështu me radhë. Madje në disa raste na drejtohet edhe me bazën e përbashkët të origjinës njerëzore. Ja bani Ademe, o ju bijtë të Ademit, të Ademit jeni, nga ai vini së bashku bashkëpunoni në jetën e kësaj bote. Çfarë nën kupton bashkëpunimi dhe për çfarë bashkëpunimi po flas? Nga se njerëzit në jetën e kësaj bote fatkeqësisht organizojnë dhe lidhin bashkëpunime të ndryshme, e që jo domosdoshmërisht gjithmonë është i kërkuar bashkëpunimi asaj natyre. Për çfarë bashkëpunimi bëhet fjalë? Dietarët e Islam të nderuar vëllezër, kur kanë folur për bashkëpunimin ndër njerëzor, ndër musliman, ndër shoqëror, kanë thënë se ai ka një kuptim e që është të bashkëpunojmë së bashku për të mirën, për të realizuar të vërtetën dhe tërë kjo të bëhet për hir të Allahut, larg çdo interesi individual dhe personal. Ky është bashkëpunimi i kërkuar. Atëherë kur bashkëpunohet për të mirën, atëherë kur bashkëpunohet për të dobishmën, atëherë kur bashkëpunohet për largimin e padrejtësive të ndryshme dhe të shumta, kur ajo bëhet për hir të Allahut të mënduar, jo për shkak se kësaj radhe është interesi im dhe unë bashkëpunoj me ty, por nëse kur është interesi yt, jam i zënë, nuk mund të bashkëpunoj me ty. Nuk është kjo vlera e bashkëpunimit në Islam, por bëhet për hir të Allahut, pavarësisht për kë bëhet fjalë. Pavarësisht për kë bëhet fjalë, a është i afërt imi apo nuk është i afërt imi, a është i dashurim apo nuk është i dashurim, pavarësisht ngjyrës së tij, pavarësisht gjuhës së tij, Islami na mëson që gjithmonë të bashkëpunojmë kur bëhet fjalë për punë të mira. Dëgjoni këtë rast interesant të ndëruar vëllezër. Në Mekë ishin përhapur padyshim dukuri të shumta negative. Dhe kurajshtë e Mekës bashkëpunonin mes vete, por fatkeqësisht për punë të liga. Por nuk ishte gjithmonë kështu. Ata nganjëherë bashkëpunonin për punë të mira. E kishin të njohur një takim vjetor në Mekë ku të bëheshin elita e kurajshëve të Mekës, ku të bëheshin të parët e Mekës dhe e quanin këtë një lloj kongresi, konferencë vjetore për të mirën e shoqërisë. Ata nuk ishin musliman, ata adhurojnë idhujt, ata e luftonin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur bëhet fjalë për të mirën e njerëzimit dhe shoqërisë, nuk hezitoi të merr pjesë në atë konferencë vjetore. Madje në Medinë lavdroi për këtë pjesëmarrje dhe tha, kam marrë pjesë me një konferencë në Mekë, ku jemi marrë vesh të ndihmojmë grave të veja, jemi marrë vesh të ndihmojmë jetimeve, jemi marrë vesh të ndihmojmë çdo njeriu që është bërë pa drejt. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pas edhe konflikteve që i ka pas me kurajshtë e Mekës, tha në Medinë, sot në qoftë se më thrasin për të njëjtin qëllim, do të prezantoja në atë konferencë. Pse? Nga se është ftesë kuranore dhe është parim islam, bashkëpunimi i muslimanit për punë të mira, e në veçanti brenda komunitetit, brenda shoqërisë dhe brenda familjes së tij. Prandaj muslimani kështu e kupton bashkëpunimin, se është i ndërtuar mbi bazën e njerëzimit për dobinë dhe për largimin e padrejtësive, e që kjo të bëhet për hir të Allahut të mëdhenuar, jo për hir të çfarëdo lloj interesi tjetër që mund të aksionon dhe mund të zbej këtë bashkëpunim. Andaj edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndëruar vëllezër, edhe në rrafshin teorik, por edhe në rrafshin praktik, vazhdimisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dëshmonte një bashkëpunim të madh për të mirën që kishte nevojë njerëzimi. A dini çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha el muslimu akhul muslim. Tha muslimani është vllai i muslimanit. La yadhlimu, nuk i bën atij padrejti kur, wala yuslimu, as nuk e dorëzon. Kujt na nuk e dorëzon? Nuk e dorëzon muslimani muslimanin, nuk e dorëzon sprovave, nuk e dorëzon varfrisë, nuk e dorëzon telasheve, nuk e dorëzon problemeve, po së bashku qëndron me të. Çfarë tha në vazhdim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha, men farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi al-akhirah. Tha, kush bashkëpunon me një musliman, kush i ndihmon një muslimani që ta largon dhe eviton një telashe, një sprov, një gajlje nga gajlja dhe sprovat e kësaj bote, Allahu i garanton se do t'ja largon telashet dhe gajlet e botës tjetër.
Madje tha, kush bashkëpunon me një musliman dhe kush i ndihmon një breng të vogël të largon muslimanit, ta din se Allahu brengat e ahiretit ka m'ia largu. A nuk është kjo mësim i madh për neve që ta kuptojmë drejt vlerën e bashkëpunimit të ndërruar vëllezër? Madje përfundua të them këtë hadith. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmend njëri i cili e dha mundin e tij, e dha kontributin e tij që të bashkëpunon së bashku me të tjerët për të mirën e të tjerëve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, e di një njeri, shiko, e di një njeri që ka hyrë në xhenet. Për çfarë arsye? Nga se e pa një pengesë në rrugë që i pengon të kalimtarve dhe bashkëpunoi së bashku me ta për ta larguar një pengesë, një deg, një gurë e largoj, një pengesë nga rruga e largoj, që të tjerët shoqëria e tij të ketë mundësi lirshëm të ecë, Allahu është përbleu për këtë dhe e futi në xhenet. A ka motiv më të madh se ky për të bashkëpunuar? A ka motiv më të madh se motivi kuranor dhe motivi i mësimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të jemi me të vërtet në nivelin e dur të bashkëpunimit, unitetit dhe solidaritetit që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Allahu xhallahu ala na i largov galet e dunjas dhe ahiretit. Dhe Allahu xhallahu ala na bëf me të vërtet nga ata që bashkëpunojnë të gjitha rrafshet për të mirën e njëri tjetrit dhe këtë e bëjnë vetëm për hir të Allahut të mënduar. Kërkoni falje nga Allah, nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të ndërruar vëllezër, dietarët islam lanë porosi me të vërtet shumë të çmuara, margaritar të shtrejt në këtë drejtim. Në një rast një nga dietarët tha, kur flet për bashkëpunimin mes neve, kur flet për ndihmën e ndërsjellët mes neve, tha ky dietar, në qoftë se nuk e sheh një besimtar 3 ditë, kërkoje gjithsesi ta gjesh. Nga se ose është i smur e ka nevojë që të vizitohet, shiko, 3 ditë. Nga se ose është i smur e ka nevojë të vizitohet, ose është i zën e ka nevojë të ndihmohet, ose është habitur e ka nevojë të përkujtohet. E ka habit dunjaja, e ka habit punë, e ka rru xhamin, ka nevojë të përkujtohet. 3 ditë ka arsye me mungu. Pas 3 ditë duhet me kërku. Kumet? Çka është puna e tij? Çfarë ndodhi me të? Që së bashku të bashkëpunojmë, nga se së bashku edhe smundja është më e lehtë, së bashku edhe borxhi është më i lehtë, së bashku edhe fatkeqësia më e lehtë. Çdo gjë te i kalohet më lehtë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndërruar vëllezër gjithmonë ishte në këtë drejtim. Thotë një nga sahabët e tij se ishim duke ndenjur me një ndenjë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Shikon, ndenjë burrash, ndenjë me njerëz të mëdhaj që ndronte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha një vajzë e re e vogël, pa autoritet, pa ndonjë familje fisnike, e thjesht nga shoqëria e thjesht erdh, para mendoni, po e kërkon Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, kam nevojë me të pyet diçka i dërguari i Allahut. Kishte dert, kishte nevojë për dikën që i ndihmonte, kishte nevojë për dikën që bashkëpunonte me të në tejkalimin e sprovës dhe të lashave. Çfarë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A thua valli, tha, jam i zënë as pasha? A thua valli, tha, kërkaj dikën tjetër, s'kam vakun për ty, jam më i madh se ti? A kështu i tha? Jo, të ndërruar vëllezër. U ngrit, i braktisi shokët e vet, e ndajën e tij, u largua larg dhe bisedon të zbashku me të derisa ja largoi të lashën dhe brengën. Ky është njëri më i madh i historisë. Kështu vepronte. Çdo kush që kishte të lashe, e kishte derën e hapur vazhdimisht tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje shokët e tij e pan edhe në rastin e Hendekut, në atë luftën e madhe që u bë, së bashku me ta ishte në krye të detyrës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra të ndërrohet vëllezër, bashkëpunimi ndërshoqëror, madje ndërfamiljar, është vlerë e madhe islame, që do të flasim për të edhe në të ardhmen inshallah. Por desha që në këtë hutbe t'i vendosit disa kuptime të rëndësishme
që flasin për këtë vlerë të madhe. Dashur Allah i madhnuar që të na kthehet përsëri bashkëpunim mes vetë dhe dashuria. Të largohet me të vërtetë ky egoizëm, të largohet me të vërtetë kjo zili që po kaplon vazhdimisht shoqërinë tonë. Të largohet nga vetja jonë dhe familjet tona interesi personal, të ngritemi mbi të dhe të shikojmë që së bashku, nga se Allahu xhallahu ala ashtu na don. Dhe Allahu xhallahu ala vetëm ashtu i vlerëson punën tona të mira. Allahu na bëv gjithmonë që të jemi në shërbim të atyre që kanë nevojë. Allahu na bëv që gjithmonë të gjindemi të tjerëve dhe të ndihmohemi për punë të mira dhe të ndihmohemi për të larguar nga punë të këqija. Allahu xhallahu ala na urdhëron që të bashkëpunojmë për punë të mira, prandaj është kërkesë e besimit, është kërkesë e fesë tonë që të jemi në nivelin e duhur të kësaj vlere që Allahu xhallahu ala na porositi dhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam teorikisht dhe praktikisht na i shpërndau mësimet e kësaj vlere të madhe. Dërgoni salavat me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, nga se sot është dita e Gjuma, dita e salavatit mbi të. Dhe për këtë Allahu xhallahu ala në Kur'an thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.